Banorët e Nikadinit nga sot i kanë 4 rrugica më shumë të cilat janë të shtruara me asfalt. Drejtori i infrastrukturës në Ferizaj Gaforilazi tha se përmirësimi i infrastrukturës është prioritet për ta dhe se pas kësaj rrugice, asfaltimi pret edhe shumë rrugë të tjera në këtë komunë. Kjo rrugë që këto rrugë kanë filluar para 1 muaj dite, sot po përfundojnë me shtresën e fundit të asfaltit. Po 8/4 tash do të përfundojnë, sot ka filluar në këtë rrugën këtu, tash janë edhe 4 rrugë tjera të cilat veç janë të gatshme për me qitë shtresën e asfaltit. Tash kote çdo ditë do të kemë asfaltime të reja, ata që i kanë përgatitur veç pritet me qitë shtresët e asfaltit. Se asfaltimi këtyre rrugicave në këtë fshat ka qenë nevojë ka hershme, tregojnë banorët e këtij fshati. Kjo tepër u konë e rëndësishme, veç e kemi prit me vite, për më shtru kjo rrugë, me qenë se shumë keq e kemi pas rrugën. Për çdo vit u deshke me zhavar, me ndihmu ka pak. Faleminderit pej komunës e për gjithëve që është e mundet që na shtrojnë kështu. Projekti asfaltimit të 1400 metrave të rrugicave në Nikadin ka kushtuar mbi 56.000 euro.